Në këtë shtëpi, si të shifet pa asnjë mbulojë dhe e pa kamufluar, është gjetur një laborator droge. Në 57 vazo dhe një armë zjarri automatik Kalashnikov. Uniformat blu të Shkodrës kanë arritur që të realizojnë me sukses operacionin dhe identifikimin e autorëve të kultivimit të kësaj lëndë narkotike, të cilët tashmë gjenden nën pranga. Ata po hetohen edhe për lidhjet që mund të kenë me grupe të ndryshme të organizuara për shitjen dhe për kultivimin e lëndës narkotike, e cila dyshohet të jetë kanabis sativa. Ky është laboratori i dytë, i cili është brenda hargut kohor 2 mujor që të kapet nga uniformat blu të Shkodrës në këtë territor, të cilët kanë kultivuar në mënyrë artificiale lëndën narkotike kanabis sativa. Laboratori ishte në ambientet e brendshme të banesës Santiliano Gjergji, në afërsi të rrugës Bushat Barbullush të komunës Bushat të Shkodrës. Nga sa mësohet, policia e Shkodrës ka bërë të mundur arrestimin e autorit, si dhe ka bërë identifikimin e bashkëpunëtorit të tij. Sipas policisë, lënda narkotike ishte vendosur në 57 vazo, si dhe dhampa elektrike për ngrohje dhe ndriçim. Gjithashtu, uniformat blu kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale edhe një armë zjarri Kalashnikov. Uniformat blu të Shkodrës po hetojnë rreth zbardhjes së plotë të kësaj ngjarje.